Çështja e vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit është pika kulminante e debatit midis të krishterëve dhe muslimanëve. Po kush ka të drejtë? Kurani thotë që Jezusi nuk vdiq. Bibla thotë që Jezusi vdiq dhe u ringjall. Kurani thotë që nëse je konfuz në lidhje me atë që Kurani thotë për Jezusin, shko dhe pyet njerëzit e librit, kërko tek Injili dhe Tora. Po ku është Injili? Është në Bibël, por ai Ungjilli i Biblës thotë që Jezusi ka vdekur dhe është ringjallur, por kjo nuk është në përputhje me Kuranin. Atëherë muslimanët dolën me narrativen që Ungjilli është ndryshuar, pra nuk ekziston me Ungjilli. Por ai ajeti më sipër që thotë shko tek Ungjilli, si mund ta zbatoj unë atë ajet kur Ungjilli nuk ekziston? A nuk e kishte parashikuar Zoti që Ungjilli do ndryshojë? Por fakti është që Ungjilli ekziston dhe është ai që kemi neve sot. Si e dim këtë? E dim sepse historia mbështet. Ka patur shumë historian hebrej dhe ateist që e kanë dëshmuar kryqëzimin dhe ringjalljen e Jezusit, edhe pse vetë nuk kanë besuar tek ajo. Taciti, për shembull, një historian romak i vitit 116 shkruan: Krishti, prej të cilit vjen dhe emri i krishterëve, pësoi dënimin më të rënd gjatë sundimit të Tiberit në duart e njërit prej prokuratorëve tan, Ponc Pilatit. Jozefi, një historian hebrej në vitin 93 shkruan: Pilati, me sugjerimin e njerëzve kryesor ndërta, e dënoi që të kryqëzohej. Talmudi, që është një koleksion shkrimësh hebrej në shekullin e dytë, shkruan: Në festën e mbikalimit, Jeshua u kryqëzua, dhe hebrejt, siç e dini, janë kundër Jezusit. Edhe ateistët, siç e thash, kanë shkruar për kryqëzimin e Jezusit. Kryqëzimi i Jezusit është po aq i sigurt sa çdo fakt historik që mund të ekzistojë. Tani zgjedhja është në dorën tënde. Ose do besosh me kokfortësi kundër çdo fakti historik dhe arkeologjik që Jezusi u kryqëzua, ose do i besosh ndjekësve të Jezusit që e pan me sytë e tyre që u kryqëzua dhe u ringjall. Këtë do zgjedhësh ti. Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.